Deputeti demokrat dhe nënkryetari PD-s Belin Kolliçi ringriti këtë të mërkurë çështjen e Jet Bank. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kolliçi thekson se kjo bankë digjitale nuk mund të kërkojë besimin e qytetarëve, ndërkohë që refuzon transparencën minimale që nga dita e parë shfaqes në publik. Pas skandaleve të njëpasnjëshme me rrjedhjen e të dhënave personale, çdo përpjekje për t'i dhënë një banke private me zero eksperiencë akses në regjistrat shtetëror duhet të shoqërohet me transparencë absolute. Por pikërisht transparenca është ajo që mungon që nga dita e parë e shfaqjes publike të emrit Jet Bank, shkruan Kolliçi. Sipas demokratit, ka një sër pikpyetjesh lidhur me këtë bankë private, ndërsa qytetarëve u serviren deklarata të përgjithshme, heshtje dhe censurë plot. Po ashtu, Kolliçi thekson se prej kohësh ekzistojnë arsye serioze për të kërkuar hetim dhe sqarim publik lidhur me mënyrën e konceptimit dhe administrimit të Jet Bank në Shqipëri. Kush e autorizoi këtë proces, cilat regjistra do të aksesohen, çfarë të dhënash do të merren, kush i kontrollon këto procedura, kush mban përgjegjësinë në rast abuzimi. Në vend të përgjigjeve, qytetarëve u serviren deklarata të përgjithshme, heshtje dhe censurë plot. Dhe më shqetësues është fakti se emri Jet Bank së bashku me Jet Tech është i lidhur drejt për drejt me Durana Tech Park, një projekt që PD e ka denoncuar prej kohësh për mungesë transparence dhe për dyshime serioze mbi mënyrën e konceptimit dhe administrimit të tij. Këto janë arsye më shumë që kërkojnë hetim dhe sqarim publik, jo fshehtësi. Shqiptarët nuk janë produkt dhe të dhënat e tyre personale nuk janë plaçk për të ndarë mes qeverisë, interesave private dhe grupeve kriminale si ai i Akshit, shtoi Kolliçi. Mëtej, Kolliçi theksoi se në një shtet ku të dhënat personale kanë rrjedhur vazhdimisht, ku janë publikuar pagat, patentat e çdo të dhënat sensitive të qytetarëve, sipas tij besimi nuk fitohet me propagandë, por me transparencë, përgjegjësi dhe garanci të forta ligjore.